Mirë presim me duart rokitje dy skuadrat finaliste, Vllaznin dhe Apollonin. Një përshëndetje miq të RTS Sport, jemi me pamje të drejtë për drejtë nga stadiumi Selmaster Masi, aty ku sot do të luhet akti i fundit i sezonit në futbollin e vajzave Vllaznia Apollonia, një finale që premton emocione, rivalitet dhe histori. Vendos drejtësi në këtë përballje Eglantina Pietrusha, ndihmuar nga Jena Mala dhe Paula Shyla. Do të jetë një ndeshje që do të ketë sistemin VAR, ku kryesor do të jetë Adrian Beqiraj, ndihmuar nga Olcion Yzeirej. Shohim edhe dy trajnerët si Mariglen Kulej Apollonis dhe Nikolin Lekat, të cilët shtrëngojnë duart përpara kësaj përballje. Ju njoh me formacionet e dy skuadrave, fillimisht me Vllaznin, trajneri Nikolin Leka vjen me rishtimin 4-3-3, duke filluar në port me Rekalden, mbrojtja përbëhet me Rojas, Bajraktari, Mive dhe Leba. Në mesfush Montenegro, Madril dhe Deda, dërsa sulmi përbëhet me Borçi, Lufo dhe Doçi. Në krahun tjetër, Apollonia drejtuar nga Mariglen Kule vjen me rishtimin 4-4-1, në port është Amenjeu, në mbrojtje Katjele, Ukoma, Njarko dhe Gjindole. Malaj, Hamonikaj, Ovosu dhe Ameja janë 4 lojtaret e mesfushës. Tenuti De Souza do të mbështes që në sulmuesen Alushaj. Vllaznia është skuadra që ka dominuar dekadën e fundit dhe që sot synon të shkruaj edhe një tjetër kapitull të ardhur në historinë e saj. Shkodranet vinë këtë sfidë me plot 12 titull kampion radhazi, një hegemoni që ka nisur që nga sezoni 2013-2014 dhe që deri më sot nuk është lëkundur nga askush. Por sigurisht ka përballë një Apolloni që nuk vjen thjesht për të luajtur finalen. Fjeraket vinë me etjen për të rrëzuar kampionet dhe për të thyer dominimin historik të Vllaznis. Një motivim ekstra për skuadrën nga Fieri që kërkon të lërë pas zhgënjimin e finales së Kupës së Shqipërisë, ku disa javë më parë u mposhtë minimalisht 1-0 nga Teuta. Bëhet gati kryesorja Eglantina Pietrushaj për t'i dhënë jetë kësaj finaleje. E ka fshëlluar shumë fat Vllaznis, shumë fat Apollonis në këtë finale. Janë pikërisht lojtarët e Apollonis në krahun e djathtë me Gjindolen, e cila luan tek Hamonikaj, dhe këtu ka një faull shkaktuar nga Leba. Tentoi sulmuese e krahut Ovosu të avanconte më tej. Tek topi është kapitenja e Apollonis, Gjindole. Vjen arkimi mirë në zonë. Ndërkohë goditja e Ovosu që ndalet fillimisht nga mbrojtja dhe më pas nga portiera Rekalde, e cila synon për një aksion të shpejt ndal vrullin. Deda. Leba. Vjen ndërhyrja e Ovosu, rivëni me duar. Kryen rivëni me duar mbrojtësia e krahut të majt Leva, Megi Doçi, kapitenja e Vllaznis, ai proponon mirë topin.
por pasimi është i gabuar e dorëzon tek Gjindole. Dueli midis dy kapitenave, kjo e fundit. Gjindole tentoi të hapte lojën në krahun e majt. Rivalia me duar i takon Vllaznis pavarësisht pretendimit të Katjeles, lojtares së Apollonis. Plani parë edhe për Nikolin Lekën, trajnerin e Vllaznis. Megidoci ka një faul, i takon ekipit Shkodran. Goditje e lirë tek topi është Megidoci. Është një goditje drejt për drejt në portë që po plasën në trupin e Amonikajt. Në gjatë insiston Vllaznia me Lebën, hyn në zonë, kërkon të triploj Gjindolen, e vendosur mirë kapitenja e Apollonis, ndjek Pasapi. Megidoci lëviz mirë ndaj 2-3 lojtarëve, krijon hapësirë, Arkimi në zonë dhe më pas vetëm një prekje lehtë nga ana e sulmueses Lufo. Shemi edhe njërë tjetër, Arkimin nga krahu i majt i Megidocit. U tregua më e shpejt sulmuesja e si Lufo. Arritje e para tek topi, por pa mundur t'jepte kuadrat goditjes së saj. Plani parë për trajnerin e Apollonis, Mariglen Kule, i cili sigurisht në të shkuarën e tij ka drejtuar ekipin e meshkujve të Apollonis. Katjele luan pas. Topi gjati u Komos. Sposton lojën në krahun e djathtë dhe prekja e fundit është e Ovusu, sulmueses Apollonis. Rivalia me duar krye shpejt nga Leva. Megidoci me kokë tentoi të gjente Lufon. Njarko e lërgoj topin si mundet, ndjehu kërcënimin e Lufos. Krye me duar Leba. Megidoci. Leba sërish për tek Megidoci. Vjen Arkimi dhe ka patur një devijim. Goditja e parë nga këndi vjen në minutën e 5, i takon Vllaznis. Përgatitet kapitenja e Vllaznis, Megidoci. Shohim Arkimi në zonë, i fort i lartë. Shohim të pasim për tek Ovusu, por mbyllet nga mbrojtja e Vllaznis. Njarko, mbrojtësja e Apollonis, e kthen topin pas tek portierja Amenjeku. Amonika pretendon për një faul, loja vijon Megidoci, pasimi dhe ai kombinim që nuk përfundon më së miri me saj dhe Lufos. Tenuti de Souza. Një pasim i lehtë në krahun e majt tek Ameja. E tentoi të avanzonte më tej mbrojtësia e krahut të majt të Apollonis, Katjele, por u mbyll nga Rojas.
Ukoma e kthen topin pas tek portierja Afi. Gjindole apo në këtë pasim. Megjithatë edhe lojtarët e Vllaznis nuk janë të qarta në lojën e tyre. Sigurisht edhe temperaturat e larta ndikojnë në këtë finale. Gabon Madril nuk e kontrolloi topin brenda vijës anësore. Kryerin me duar Gjindole. Tenuti de Souza e kthen topin pas. Ndërkohë që Esi Lufo pretendon për faul, loj avion. Amonika Gjindole. Topi gjatë në qendër të mbrojtjes së Vllaznis, largohet me kohë nga Bayraktari. Gjatë fitohet me shumë shpejtësi nga Ameja dhe kaq përfundon aksioni i Apollonis. Top i gabuar. Katjele arrin të pasoj saktë tek Ameja. E pasim që mbyll nga mbrojtësia Rojas. E shohim edhe një herë tjetër pretendimin e Lufos për një faul. Ishte një duel force me sulmueses së Vllaznis dhe mbrojtëses Ukoma. Ovusu nuk ka mbështetjen e duhur, megjithatë luan pas aty ku ndodhet Gjindole, topi gjatë i saj dhe shkon Alushaj. Sulmuesi e Apollonis, por largon topin Recalde. Insiston Apollonia. Në disa momente shfaqen mjaft mirë lojtarët e Apollonis. Tenuti de Souza dhe më pas ai top që largohet si mundet nga Albana Malaj. Deda. Tenuti de Souza ishte një pasim i lehtë i lënë për tek Malaj. Shohim të sulm në krahun e djathtë me Borçin, por a vendosur mirë në qendër të mbrojtjes Ukoma. Rebelim e duar për Vllaznin. Kanë kaluar 10 minutat e para të kësaj finale mes Vllaznis dhe Apollonis. Tenuti de Souza. Topi fort i paritshëm për Ovusun. Leva në krahun e majt. Luan tek Deda. Megdoçi e shpëton në mbulimit të Albana Malajt. Rojas në krahun e djathtë. Postohet loja. Montenegro. Luan edhe një herë tjetër tek Rojas në përpjekje për të avancuar më tej, por mbyllet nga Katjele me faul. Ka mbetur e dëmtuar mbrojtësia e krahut të djathtë në atë moment, në një moment shpejtësie ku Rojas tentoi të avanconte më tej, u mbyll nga Katjele. Është momenti i faulit. Këtë sezon përballjet mes dy skuadrave kanë qenë të luftuara. Vllaznia fitoi sfidën e parë 0-2 në transfer, ndërsa takimi në Shkodër përfundoi në barazim 1-1, një tregues i qartë se diferencat në fushë janë minimale dhe se finalja e sotme sigurisht që mund të vendoset nga episodet një moment pauze për të freskuar të dyja skuadrat. Ndërkohë që vijon Rojas të marrë ndihmën e stafit mjekësor pas dëmtimin që pësoi disa çaste më parë në kontaktin me Katjelen.
tek topi Megidoci. Vjen Hakimi në zonë, largon me kokë Katjele. Gjatë topi shkon edhe njërë në këmbët e Megidocit. Montenegro, aksioni që mbyllet nga Katjele, shumë e vëmendshme në pozicionin e saj. Topi gjatë i afri në kraun e tja dhe më pas kjo përplasje mes Hamonikajt dhe Lebas. Kartoni verd për mbrojtësen e Vllaznis. Për këtë faull të shkaktuar sigurisht me një kovones, ndërhyrja e futbollistes shkodrane. E para lojtare e cila ndëshkohet me karton në minutën e 13. Topi gjatë i forti i Gjindoles. A shkakton një ndërhyrje të para u Tenuti de Souza, faull i fituar. Me zgjuarsi nga Leba lojtarja e cila ndeshkua pak çast më parë me karton të verdh pas ndërhyrjes ndaj Hamonikajt. Deda. Teresa Deda ka dopim. Rrotullohet, luan tek Lufo. Pas pasimit tek Megidoci. Vjen Hakimi mirë në zonë, por përfundon drejt për drejt në duart e portieres. Pesë 15 minuta loje, ende asnjë mundësi konkrete nga të dyja skuadrat. Leba. Këtu një pasim për tek Deda Gjindole. Luan përpara shkon Alushaj. Ta vendosën në vështirësi, ndërkohë që Njarko intereson vetëm të largoj topin sa më larg dhe ndalet loja për një topë përplasur në fytyrën e sulmueses Alushaj. E gjithatë pa probleme për Alushajn. Ovosu. Top quar për para. Mive, mbrojtëse e Vllaznis, e lë për tek portierja Recalde. Top gjatë i saj në qendër të mes fushës. Shtopohet vetëm për një çast nga mbrojtësia e Polonis Katjele. Leba spastrohet zona nga Okuoma. E ka braktisur portën Recalde. Topi gjatë i saj Borçi. E lë topin për tek Bayraktari. Nuk shohim këtë moment dhe faull i Borçit. Tentoi me dëshirë dhe forcë për të arritur tek topi, por u mbyll mjaft mirë nga Okuoma. Ka probleme për mbrojtësen e Apollonis. Probleme në kyçën e majtë të dorës.
Sidoqoftë për momentin është çuar, por për të monitoruar gjendjen e saj. Top që largohet nga Rojas. Montenegro. E vënë me duar për Apollonin. Krye nga Gjindole. Alushaj. Lullet nga Mive. Top që përfundon tek Megidoci në krahun e majt në këtë duel 1-1 dhe del fituese Albana Malaj. Montenegro. Lufo. Megidoci. Mban topin kapiteni i Vllaznis, lëviz mirë ndaj kundërshtares. Markimi në zonë dhe ai top që përfundon drejt për drejt në duart e portierit të Apollonis që nxiton për të nisur një sulm të shpejt në Katiele. Ka një faul për ekipin e Apollonis. Është ndërhyrja e Montenegros. Mive me kokë. Montenegro nuk e kupton pasimin Megidoci Gjindole. Arkimi saj Tokazi që nuk gjen askënd ka lojtarët e Apollonis. Bajraktari në vështirësi, me fat largohet topi. Borçi zonë tek Megidoci. Mjaft mirë arrin ta mbyll Gjindole, dueli midis dy kapiteneve. Është dalur loja, ka një problem për një nga futbollistët e Apollonis. Momenti kur ka mbetur vetëm tuar Albana Malaj në atë kontakt me sulmuesen Claudia Borçi. E tjetër ndales loje dhe moment mjaft i mirë për të shfrytzuar nga lojtarët e të dyja skuadrave për të freskuar në këto temperatura të nxehta në kryeqytet. Ndërkohë ditën e djeshme, Teuta ka fituar finalen e vogël të fazës së Final Four duke siguruar vendin e tretë në kampionatin e vajzave pas triumfit 4-2 ndaj Gramshit në sfidën e luajtur në shtëpinë e futbollit në Tiranë. Largohet nga fusha e lojës duke çaluar shoqëria Albana Malaj. Lajm jo i mirë për trajnerin Kule. I cili ndoshta duhet të bëjë një lëvizje të detyruar. Një lojtar më pak për momentin Apollonia. Kërëvën me duar Leba, Megidoci prek topin me kokë.
Përfundon tek Okoma, që e fundit të largon si mundet, por Rebelian Sorita kum Vllaznis. Edhe njërë tjetër Megdoçi, por i vjen shumë shpejtësi Hamonikaj. Borçi për tek Montenegro, pasimi gabuar i saj. Tjetër rivëni me duar për Vllaznin, kryer nga Leba. Bajraktari tek Mive. Leba. Mive. Megdoçi, kombinimet të shumta të lojtarëve të Vllaznis. Montenegro. Ai pasim që nuk gjen Megdoçin dhe me anë të kundër sulmeve kërkon të godasë Apollonia, por është e vetme Alusha dhe lëvizje interesante mjaft e mire Mive që nxori zbuluar Alushen. Leva për tek Megdoçi, vjen ndërhyrja e Hamonikaj sakt. Fiton gjithashtu edhe këtë rivënie me duar futbollistja e Apollonis. Alushaj. Të larguar nga Leba. Shkon me shumë shpejtësi për të shqetësuar Lufo. Të larguar nga portierja e Apollonis. Shumë shpejtësi Ovosu, arrin ta fitoj topin vetëm për një çast ndaj Rojas. Bajraktari. Mive. Leba në krahun e majt. Pasimi për tek Megdoçi. Këtë duel një kundër një me Gjindole, në arkimi Megdoçi dhe ai top që deviohet nga Katjele dhe më pas largohet nga Njarko. Shfaqet rrezikshëm në krahun e majt Vllaznia me inkursionet e Megdoçit. Arkimi saj në zonë nuk arriti dot Lufo. Udiste me kokë. Uditja e dytë nga këndi për Vllaznin. Rivën me duar Katjele, Gabon. Madril. Leba. Bantovin Leba, por është Gjindole. Në top për tek Alusha e mbyllet nga Bajraktari dhe më pas topi që përfundon tek Mive. Bajraktari. Ektal. Ka fituar këtë fall Lufo. Shohim edhe një herë tjetër faullin e fituar nga Lufo. Goditje dënimi, distanca është e konsiderueshme. Shohim se çfarë do të sjellë ky moment. Arkimi Megdoçi dhe dalja e portieres Afi. Luan në krahun e djathtë, Hamonikaj pason shpejt. Të kundodhet Ameja, lëvizja shumë e mirë e Amejas. Tenuti de Souza, edhe një vështrim në krahun e majt, ndërkohë që ndal lojën dhe kartoni vert për Amejan. Ka patur një përplasje me Megdoçin. Ndoqi aksionin deri në fund kryesorja Eglantina Pietrushaj. Shohim edhe një herë tjetër.
Fallin e shkaktuar nga Menja kundrejt kapitenes së Vllaznis Megi Doçi. Tek topi është Bajraktari. Topi gjatë i gjenë mbrojtëses Megi Doçi me kokë, vetëm e devion. Amenja. Top në krahun e majtë tek Ovusu, është e shpejt. Ovusu. Shohë me arrin topin. Pas vjen ndërhyrja e Rojas. O ditë nga distanca e Albana Malajt. Jo e mirë. Megi Doçi shojmë të shkok të sulm për Vllaznin. Deda, pasim shumë i fort, me gjatë arrin kapiteni e Vllaznis. Kemi i fort në shtyllën e dytë për tek Borçi. Pa mundur për të arritur nga numri 9 i Vllaznis. Ideja ishte shumë e mirë e Megi Doçit. Ata arkim të gjatë. Rojas. Recalde. Vendosi shumë në vështirësi, sulmuesi Alushaj. Kërkon ndjesë Recalde. Tenuti de Souza, Katiele. Ukoma. Luan pas tek portieria Afi. A pasaj top që nuk shkon tek Katiele në krahun e majt. Kryen rivënë me duar Rojas. Katiele e vëmendshme mbyll aksionin e Vllaznis. E gjithashtu edhe Gjendole. Tenuti de Souza luan tek Hamonik, e mbështet në krahun e majt Ovusu, pasimi për të shumë i fort, pasi është e vendosur mirë në qendër të mbrojtjes Bajraktari. Topi i larguar prej saj, Deda. Zonë mirë tek Megi Doçi. I qëndron pranë Gjendole. Ndërkohë që Njarko luan përpara. Ka kaluar gjysmore lojë nga kjo finale mes Vllaznis dhe Apollonis, vijon të jetë në 0-0, ende asnjë mundësi konkrete si nga Vllaznia ashtu dhe nga Apollonia, pavarësisht dëshirës dhe disa momenteve nga të dyja skuadrat për të tentuar qoftë edhe një rast sporadik, që ka munguar. Topi larguar nga Ukoma. Të koshojmë të arkim. Topi që shon tek Megi Doçi, kjo e majt dhe përfundon në 10 minuta 32. Në goditjen e parë në port, përfundon në 10. Vllaznia 1, Apollonia 0, dhe kush tjetër të lindë shenjë në këtë finale përveç Megi Doçit.
Shohim edhe njërë tjetër, arkimi nga krau i djathtë dhe kjo goditje e fort potente. Duke mos e lënë asnjë mundësi portieres Afi. Zblokohet rezultati. Qeshtë se do tjetë reagimi i Apollonis pasi zhvillon të një ndeshje të mirë, një ndeshje ku po luan të mirë balancat në fushën e lojës, duke mos është balancuar në asnjë moment, pavarësisht disa kundër sulmeve, por ja vjen një moment utimi në mbrojtje dhe me një goditje perfekte goditet nga Megiddoçi de Souza. Gjindole. Leva. Borçi për tek Deda. Ka bono këtë pasim është Gjindole. Tenton Ovusu mbyllet nga Montenegro, megjithatë fiton topin Ovusu vetëm për një çast pasi rikuperohet shpejt nga lojtarët e Vllaznis. Arkimi gjati Rojas, Lufo me kok, Borçi, mbyllet nga Katiele. Amunikaj në kraun e djathtë tek Amenja. Arrin të tribloj Lebën, por jo Mive. Është momenti i zëvendësimit. I parë, ndoshta i detyruar, nuk mundet do të vazhdojë më. Albana Mala e përfundon kjo finale përmes lotësh. Aktivizohet Stiliana Guga. Goditje e lirë për Vllaznin, tek topi Megiddoçi. Topi fort i mirë në zonë, largohet nga mbrojtja e Apollonis. Amunikaj, Alushaj, edhe njërë tjetër Amunikaj. U mbet topi në një moment pas sigurie. Lufo qëndron nga pas Gjindole. Deda, arkimi let, Amenja tashmë. Guga, lojtomi për te Katiele. Amunikaj, të pas shpinës së mbrojtjes së Vllaznis me Ovusun. Dhe vjen me shumë shpejtësi Mive. Tenuti de Souza. Gjindole. Son sërish tek Tenuti de Souza. Cross goditje nga ana e saj. Pa probleme për portierin Recalde.
Arrin tek topi Leba, gabon. E vëre me duar për Apollonin. Gjindole. Tenuti de Souza. Amonikaj. Nuk ka faul, duhet viroj, topi që përfundon tek Megidoci. She lëvizjen e Lufos, ka shumë hapësirë në krahun e majt, por vonohet shumë, nuk e përpunon topin siç duhet dhe më pas Arkim, ideja ishte mirë por shumë e fortë. Montenegro luan tek Madrid. Fiton topin Montenegro, Rojas tashmë haplu në krahun e majt tek Leba. Megidoci, autorja e golit. Fiton duelin e shpejtësisë vetëm për një çast, si shkon edhe Gjindole, e cila e mbyll aksionin individual të Megidocit. Shohim edhe një herë tjetër arkimin e Lufos. Madrid. Rojas. Fton Claudia Borçe në krahun e djathtë. Deda. Goditja e saj, jo e mirë. E shohim edhe një herë tjetër goditjen e Teresa Dedës nga vendi. Montenegro. Pason tek Megidoci. Rojas. Deda. Madrid. Mive. Luan në krahun e majt tek Leba. Lufo. Megidoci. Edhe një herë tjetër tek Lufo. Por mbyllet nga Gjindole edhe një herë tjetër, ndeshje shumë e mirë deri më tani ana e kapitenes Apollonis. Rojas tashmë luaj postohet në krahun e djathtë. Pasimi i Teresa Dedës mbyllet nga Njarko. Tenuti de Souza. Pasim për tek Ovusu. Dhe këtu pretendohet për një faul. Ka mbetur e dëmtuar Ovusu në atë përplasje me Lebën. Leba e cila do të bëj kujdes pasi e ka një karton të verdh marrë në minutën e 13. Janë të qëndrojë shtrirë në fush. Ovusu. Shohim edhe një herë tjetër momentin kur Ovusu tentoi të shkonte tek topi, por u mbyll nga Leba pa faul. Sipas kryesores e Glantina Pietrushaj. Bajraktari. Montenegro me kokë. Edhe një herë tjetër Montenegro. Gabon, Amonika tashmë kërkon të dalë përpara Apollonia, por gabon me këtë top të gjatë në shoqëria e Apollonis. Kërkon e nevojshme Recalde, megjithatë gjën zgjidhen duke pasuar tek Megidoci. Lufo. Teresa Deda. Edhe një herë tjetër Megidoci.
Ka topin kapitenja e Vllaznis, kërkon faul, duhet vijoj sipas kryesores Ovusu. Pasimi shumë i fortë për tek Alushaj. Deda. Pasimi për tek Megidoci shumë i fortë. E praktikë aksionin kapitenja e Vllaznis sigurisht e pamundur për të arritur tek topi. Lojtarja e cila shënoi në minutën e 32. Një goditje precize dhe fortë. Fluturim thi duke mposhtur portierin e Apollonis dhe sigurisht duke dhënë një avantazh që sigurisht i jep një bonus shumë të mirë psikologjike e morale ekipit të Vllaznis. Faul i fituar nga Madril. Top gjati Lebës. Ameja avancon për mbyllet nga Rojas. Madril luan pas tek Bayraktari. Për ke fundit e Gjendoles. Ovusu. Njerko. Top totalisht i gabuar i Njerkos. Jep më tepër frymëmarrje Vllaznis në momentin kur u mbet posedimin e topit skuadra fjerake. Por gjithashtu edhe në këtë moment, në këtë situatë nuk janë të qarta edhe lojtarët e Vllaznis. E gjatë pak rëndësi ka, sepse Vllaznia është në avantazh edhe pse minimal, por që skuadra shkodrane do të mundohet me të gjitha forcat për të ruajtur këtë avantazh. Luan përpara Recalde, stopon mjaft mirë me gjoks Megidoci. Dhe një aksion që mbyllet nga Gjendole. Do të mosojmë kohën shtesë, janë 2 minuta. Dhe 2 minuta të tjera loj nga përfundimi i pjesës së parë. Arkimi Tereza Dedës. Dhe një prekje lehtë nga Borçi. Ameja. Katiele. Prekje fundit e Rojas. Rojas në vështirësi mbrojtësia e Vllaznis. Dhe faul që takon ekipit shkotran. Edhe 60 sekonda të tjera lojë nga përfundimi i fraksionit të parë. Ishte fauli i Alushajt. Luan përpara Bayraktari. Tenuti de Souza. Dhe faul shkaktuar nga Katiele.
Edhe një prekje lehtë minimale, megjithatë ajsa për të shkaktuar faul ndaj Borçit. Shohim arkimin e Bajraktarit. Largon topin me kokë Katjele. Njarko. Leva për tek Deda. Lëviz mirë ndaj Ovosus. Ka hapësirë Deda, arkimi në zonë. Topi devijuar, por që përfundon tek Madril. Kjo e djathtë, Madril e lehtë. Dhe këtu mbyllet pjesa e parë, Vllaznia 1, Apollonia 0, gol i shënuar nga Megi Doçi në minutën e 32, po jep suksesin ekipit Shkodran. Gjatë kemi edhe 45 minuta të tjera lojë, pak pushim dhe rikthehemi sërish me fraksionin e dytë të lojës Vllaznia Apollonia. Rikthehemi edhe një herë miq me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Selman Stërmasi për pjesën e dytë të kësaj finale mes Vllaznisë dhe Apollonisë, një pjesë e parë që përfundoi me rezultatin 1-0 për ekipin Shkodran. Dhe kjo pjesë e dytë ka nisur me 2 zëvendësime nga një për secilin skuadër. Është larguar Tenuti de Souza tek Apollonia dhe është aktivizuar Ndjok. Ndërkohë është aktivizuar Muksani. Është larguar Leba. Nuk ka dashur të rrezikoj më tej trajneri i Vllaznisë Nikolin Leka, pasi Leba kishte një karton të verdhë shkuar në minutën e 13. Ndërkohë për Apollonin është lëvizja e dytë, kujtojmë që në minutën e 34 u largua nga fusha e lojës Malaj për shkak të një dëmtimi dhe vendin e saj e mori Guga. Përqemë se si do tjetë kjo pjesë e dytë për Apollonin, sigurisht që Vllaznia do të mundohet të administroj me qetësi dhe pse jo të vrasë ndeshjen për të fituar titullin kampion, por Apollonia ende nuk e ka thënë fjalën e fundit. Ishte një moment kur Ndjok tentoi të merrte krahun e majt, por u mbyll nga Montenegro. Ovosu vërtet Gjendole në krahun e teatrit në zonë kapiteni e Apollonisë, arkimi lehtë. E bën për të dytën herë dhe Bajraktari në topin me kokë insiston Apollonia dhe sërish Bajraktari në momentin e fundit tentoi Alushaj tek topi. Katjele. Ndjok. Hyn në zonë Ndjok. Pasimi që blokohet nga Montenegro. Goditja nga këndi është e para për Apollonin. Shohim edhe një herë tjetër arkimin e parë nga ana e Gjendoles. E bën për të dytën herë dhe në këtë moment tentoi Alushaj, por u mbyll sërish nga Bajraktari. Ka me një ritëm tjetër Apollonia, me një marsh më shumë në këtë pjesë të dytë. Shohim arkimin në zonë dhe vetëm një preke e lehtë nga ana e që do mbëdëses Ukoma.
Topi gjatë i Rekaldes. E këtë topin pasu Koma. Largohet nga Afi. Dhe faul Indiok. Kartoni verd. Edhe 2 minuta lojë ndëshkohet sulmuesi Apollonis pikërisht për këtë faul ndaj Rojas. Arkimi i Megidocit dhe një prekje letë me kohë nga ana e Bajraktarit, pa shumë dëme, pa probleme në portën e Apollonis. Gjindole. Top gjatë i Hamonikajt. E pozicionuar mirë në qendër të mbrojtjes ishte Fuksani. Guga luan tek Ukoma, kthen topin pas tek portierja Afi dhe ka bon me këtë top të larguar. Megidoci Mive luan tek Deda. Edhe një tjetër Mive arrin të shpëtoj mbulimit të Gjindoles, por jo të Ovusus, e cila eviton në këtë mënyrë një goditje nga këndi e gjatë vazhnia avion të jetë përpara. Mive Megidoci Deda nuk karkon dot, me gjatë rikuperon topin shumë shpejt. Lëvizja e mirë e Dedës mbyllet nga Ovusu dhe vetëm rivënia fundore. Top gjatë i portierës Afi. Deda. Do një pasim në brendësinë, tërësi të mbrojtjes së Apollonis, pa mundur, që një pasim shumë i fortë nga ana e saj. Rojas ka bën në këtë pasim Guga për tek Katjele. Ndok. Deda. E me shumë shpejtësi Ameja. Njarko. Ovusu. Ka bon mbyllet nga Mive, cila është postuar në krahun e majt, duke marrë vendin e Lebas, cila u zëvendësua e fillimin e pjesës së dytë. Është Fuksani, e cila është pozicionuar në qendër të mbrojtjes duke formuar partneritetin me Bajraktarin. Katjele. Diok nuk arrin dot të pasojë as tek Alusha edhe as tek Katjele. Borci Montenegro. Pasim për tek Megidoci, por është Gjindole, e cila largon topin.
Ndjok. Ka topin lojtarja e Polonisë. Vjen ndërhyrja e Rojas e pastër. Rivëre me duar për Apollonin, Katjele. Gabon lojtarja e Apollonisë. Doçi për tek Rojas. Më parë kjo e fundit. Njarko i kthen topin pas tek portieria Afi. Luan përpara. Ka bon për një çast Mive, por pa dëme pas është Madrile, e cila luan tek Vuksani. Katjele për tek Ndjok. Sërisht Katjele lë topin për tek Kalushaj. Por e pozicionuar mirë Bajraktari duke rëmbyer topin, ndërkohë që Megi Doçi e përpjekje për të shpëstuar lojën në krahun e djathtë. Ja del tek Deda, ky e fundit. Luan sërish tek Megi Doçi e arrin kapitenja e Vllaznisë, vjen arkimi dhe në prekje lehtë përderisa Afi për të devijuar topin, për të ndryshuar udhën. Mive. Nuk shon ai top për tek Deda, mbyllet nga Ovosu. Luan me forca të pakta në sun, Apollonia. Hamonikaj. Onohet shumë. Kasim që mbyllet nga Deda. Ishte Madril, lojtarja e cila mbylli aksionin. Lufo. Të topin shumë pas tek Teresa Deda. Mive. Madril. Bajraktari tek Madril. Vuksani ka topin. Kemi gjatë i saj, e largon Ukoma. Gjithato jo mirë. Gabon gjithashtu edhe Madril. Ukoma sërisht. Ameja. Pasimi fort në krahun e djathtë tek Ovosu, mbyllet nga Mive. Recalde, portierja e Vllaznisë. Top që shkon tek Deda. Ndjok. Mbyllet aksioni nga Lufo dhe më pas vjen në mbështetje Megi Doçi. Mive. E kthen topin pas qetësisht tek Recalde. Ndjok e devion, jo siç duhet, pasi topi përfundon tek Montenegro. Ka bon kjo e fundit. Guga nuk është e saktë në atë top të larguar. Borçi. Madril luan tek Mive në krahun e majt. E përton mirë në qendër. Dhe Gabon në këtë pasim Mive. Topi gjatë i përterisa Afi dhe Rojas, e cila pason qetësisht tek Mive. Madril për tek Montenegro. Kjo fundit e lë topin për tek Claudia Borçi. Me fati, shkon topi Claudia Borçit. Ndërkohë Deda me prek topin, mbyllet nga Gjindole. E kjo e fundit e largon topin. Djawardhjen e Lufos dhe Megi Doçit.
Ka fituar nga gjok pa faul. Harmonika në krahun e gjatë, kërkon mbështetje. Pasimi për tek Ameja dhe vjen ndërhyrja e Bajraktarit. Shojmë edhe një tjetër ndërhyrje saktë e Bajraktarit ndaj Amejas. Borçi. Pasim që mbyllet nga mesfusha e Apollonis, në gjok tashmë Ameja në krahun e gjatë tek Harmonikaj. Kemi gjatë i saj për tek Alushaj, por nuk është e saktë në kontrollin e topit. Ka probleme për Rojas. Është ndalur loja për t'i ardhur në ndihmë lojtares Vllaznis. Vllaznia që po arrin të administrojë mirë rezultatin. Këtë avantazh minimal, një gol shënuar nga Megi Doçi në minutën e 32. Një pjesë e dytë që nisi mirë në minutat e para për Apollonin, por më pas është edhe për shkak të lodhjes. Ritmira ndjeshëm. Mive fton Deda në krahun e majt. Kemi i saj të larguar me konga Guga, jo mirë, Megi Doçi karikon të djathtën, por e gabuar. Minuta e 61. Vllaznia 1, Apollonia 0. Shojmë edhe një tjetër goditje nga distanca, kjo e djathtë e kapitenes së Vllaznis. Katjele. Harmonikaj. Pasim që mbyllet nga Fuksani. Katjele rikuperon topin lojtarja e Apollonis, e lë për të ndjok Harmonika tashmë. Nga një mbështetje në krahun e majtë, të ndodhet Katjele, por pasim shumë i fortë për tu arritur nga numri 7 i Apollonis. Spostohet disi Rojas për të kryer këtë rivënie me duar. Topi prekur nga Megi Doçi. Vjen mjaft mirë me shumë shpejtësi Njarko për të rikuperuar topin, e humbet për një çast edhe një herë tjetër Njarko dhe shkakton faul ndaj Montenegros. E kalon me një këshill Njarko këtë faul shkaktuar ndaj Montenegros. Nuk kuptohen dy lojtarët e Apollonis, si Harmonika dhe Katjele. Topi shkon tek Deda. Mbyllet aksioni nga Njarko. Shen në krahun e majtë Alushajn.
Repozicionuar mirë e vendosur në qendër të mbrojtjes Bajraktari, e cila e kthen topin pas tek Rekalde. Vuksani fton Mive. Deda. Pason tek Megdoçi, tregohet e sakt, por mbyllet nga qendër mbrojtëse Aukuoma. Vuksani. Madril për tek Mive, tashmë është Deda, cila ka kontrollin e topit. Katjele. Topin tashmë e ka Hamonikaj. Kërkon mbështetje është vetëm Katjele. Lëviz mirë Hamonikaj. Pason pikërisht te numri 7. Sërish Hamonikaj. Dhe në momentin e fundit gabon në këtë pasim. Nuk e ndojshin mirë lëvizjen e sulmueses Alushaj. Kërëni me duar Guga. Katjele. Gjok. Ameja për tek Ovusu. Kjo e gjatë e letë mbyllet nga Mive. Shojmë sa hapësirë ka Vllaznia për të nisur një sulm premtues, por gabon Deda. Gjindole tashmë. Pasimi gabuar i kapitenes Apollonis. Tereza Deda gabon edhe numri 7 i Vllaznis. Hamonikaj. Arrin të marrë qendrën. Pasimi për tek Alushaj, pozicioni është i rregullt dhe mbyllet nga Rekalde, por më pas konfirmohet pozicioni jashtë loje i sulmueses Alushaj. Dukshëm më e avancuar Alushaj nga linja e mbrojtjes. Megjithatë, ishte një sulm i mirë me iniciativën e Hamonikajt, e cila arriti të tepërtonte mirë në qendër dhe ndoqi lëvizjen e Alushajt në krahun e majt. Ndjok. Hamonikaj. Shumë luftë sportive në mesfush. Madril për tek Montenegro. Megdoçi tashmë. Faul i Amenjas. Frimarje për Vllaznin. Jemi në minutën e 66, vijon të jetë në avantazh Vllaznia, që nga minuta e 32 me golin e shënuar nga Megdoçi. Pas një arkimi nga krahu i gjatë i Tereza Dedës. Topi gjatë i Bajraktarit. Topin që përfundon në duart e portieres Afi. Deda. Duhet nga Amea, pasimi tek Hamonikaj. Më shpejt Rojas. Dhe rivënia me duar i takon Vllaznis. Ka mbetur e dëmtuar Rojas në atë përplasje, në atë kontakt me Hamonikaj. E shohim edhe një herë tjetër. Shumë e shpejt Rojas. Arriti tek topi. Ka mbetur e dëmtuar brojtësia e Vllaznis. Mireles Rojas nga Panamaja. Ndërkohë kemi dy zëvendësime tek Vllaznia, do të në fushën e lojës Verona Berisha dhe Burgos Kartaman.
Largohet Montenegro në fushën e lojës Berisha. Martinez, në stadi direzione numero 8, Verona Berisha. Largohet gjithashtu. Shojmë nëse do t'jetë Lufo. Është pikërisht Lufo. Vendin e saj e merr Kartaman. Vendësime Vllaznia, 2 Apollonia. Fakt, rëndëvënë me duar i takon Apollonis, nuk ka patur asnjë goditje e lirë për ekipin shkodran, por është tashmë fituar nga Mive. Megidoci. Fiton këtë rivënim me duar. Një tjetër reakcion i mbyllur nga mbrojtja e Apollonis, kësaj radhe nga Ukoma, edhe 20 minuta nga përfundimi i kësaj finaleje së Vllaznis dhe Apollonis. Ameja për në krahun e djata të këndodhet Ovosu. Pason tek Hamonikaj. Gjindole përgjati mirë në zonë, duke vendosur në vështirësi mbrojtjen e Vllaznis, por është baraktari edhe njëherë tjetër dhe faul shkaktuar nga Katjele. Goditje e lirë për Vllaznin, ka mbetur i dëmtuar baraktari në momentin e faulit shkaktuar nga Katjele. Luan për para për tjerja Recalde. Tjetër faul për Vllaznin, fituar nga Claudia Borçi. Tek topi Megidoci. Arkimi është i fort, largohet vetëm për një çast nga mbrojtja e Apollonis. Madril luan tek Deda në krahun e majt. Fton Berishën. Edhe njëherë Deda. Kemi saj në shtyllën e dytë, fort nuk ka rrihet nga Kartaman. Katjele, shojmë tashmë këtë zbritje të Apollonis. Gjok.
Ploj në krahun e djata të këndollet Ovusu. Unohet shumë Ovusu. Kërkon ti shpëtoj mbulimit të Mive. Gjindole. Kemi saj ullet I letë. Në gjatë të insiston Apollonia. Në krahun e maj ndollet Harmonika I topi për të. Është në zonë numëri 14. Dhe një aksion që mbyllet nga Bayraktari. E shojmë edhe njërë tjetër momentin e përplasjes, pretendoj për një rivënim e duar Bayraktari. Harmonikaj, lëtopin për te Guga. Insiston Apollonia, Kartjele, Harmonikaj. Pion të jetë për para skuadra fjerake. Kartjele. Topi që shkon tek Ukuoma. Njarko. Kemi është I mirë të Kartjele. E arrin. Pason tek Harmonikaj. Gabon Harmonikaj mbyllet nga Bayraktari. Në ndeshje vërtet e mirë interpretuar në qendër të mbrojtjes nga ana e Bayraktarit. Probleme për portierin Recalde. Shojmë nëse problemi është vërtet serioz. Në port si rezerv ndollet Eriana Haxhia. Edhe 15 minuta nga përfundimi I kësaj përballje. Jemi në një moment ku Vllaznia sigurisht që do të mundohet të ruaj këta avantazh. Rivëlim e duar për Vllaznin, duke se ka kaluar problemin portieria Recalde. Mive. Luan në krahun e majt, pasimi tek Deda Berisha. Rojas ka shumë hapësirë, arkimi I mirë, por që përfundon drejt për drejt në duart e portierit Safi. Berisha. Dhe në me duar takon Vllaznin, shprehja e fundit e Harmonikajt. Kartaman, Berisha, edhe njërë tjetër Kartaman. Luan tek Madril. E fundit fton Mive. Borçi për tek Deda.
E kthem pas tek Mive. Madril tashmë. Edhe njërë tjetër Mive. Deda nuk arrin dot të gjej Borçin dhe i top i larguar nga Njarkor. I vënë me duar për Apollonin, por ka patur një pozicion të parregullt. Shohim edhe njërë tjetër. Topi që po shkonte drejt Megidocit, kapitenja ishte më e avancuar nga linja e mbrojtjes. Del portieri Afi. Ameja ka topin numrin 19 i Apollonis. Topi gjatë i fort. Rojas në vështirësi. E dorëzon tek Ndjok. Hamonikaj. Po nuk ka alternativa për para, dhe të rrë të luaj pas. Dhe të ndollet Ukoma. Njarko në kraunit gjatë Gjendole. Arkimi i saj dhe një devijim i lehtë i Vuksanit. I rëndësishëm pasi topi po shkonte te Katjele. E cila në çdo moment mund ta shfrytëzonte atë pasigurit të mbrojtjes. Një topi kthyer pas, shohim Deda ka mundësinë e mirë dhe arrin të realizoj golin e dytë. Vllaznia 2, Apollonia 0 në një moment pa kujdesie të mbrojtjes. Një përgjumje që sjell golin e dytë të Vllaznis. Një gol që sigurisht ka vendosur në kasafort këtë finale. Shohim edhe një tjetër, topi gjatë i nga portiera Recalde. Një topi kthyer pas në mënyrë të gabuar nga Ukoma. E shfrytëzoi më së miri Teresa Deda, e cila përballë portieres Afi nuk gabon, duke çuar rezultatin në 2-0. Zëvendësim tek Apollonia, e Fiona Luari do ty në fushën e lojës. Dhe largohet Guga. Guga e cila u aktivizua në minutën e 34 duke marrë vendin e Malajt. Shohim fallën e shkaktuar nga Hamonika kundrejt Mive, e cila ka mbetur e dëmtuar. Probleme edhe për Claudia Borçin. Madril. Topi kthyer pas nga Borçi. Shohim sa hapësirë ka Deda në krahun e gjatë. Simi në zonë, topi që shkon tek Megidoci. Mbyllet nga Gjendole. Ovosu e shpejt. Ovosu e ka topin, por mbet
Mbyllur nga Madril, Deda. Apo mbrojtja e Polonisë dhe kjo goditje gështohet nga portieri Afi. Minuta 84, një tjetër mundësi për të quar ndeshjen në 3-0. Hamonikaj mbyllet nga Madril, topi tek Megidoci. Nga shumë e mire Megidocit. Kartaman, pasimi tek Deda dhe goditja e saj. Dhe përfundon drejt për drejt në duart e portieres Afi. Ishte ndjes, ishte Claudia Borçi. Edhe njërë tjetër në sulm Vllaznia, Deda për tek Berisha. E kjo goditje e let. Shojmë edhe një tjetër tentativën e Claudia Borçit. Ameja. Të vedon për tek Luari, fort del dhe portierja Recalde. Luan shpejt. Bëllet aksioni nga Gjindole. Asnjë përgatitet për zëvendësimin tjetër, do të në fushën e lojës Merinela Ndoci. Berisha fton Deda në krahun e gjatë. Ancon kjo e fundit hyrë në zonë, arkimi për tek Megidoci, travers, topi që përfundon tek Berisha, edhe njërë tjetër insiston Vllaznia. Koj golin e dytë personal Megidoci. Ta bun Luari në këtë pasim, mbyllur nga Madril. Bajraktari, luan pas tek Recalde. Vuksani, son shpejt tek Mive në krahun e majtë. Zështon Vllaznia me Mive. Pasim në zonë për mbyllet nga Njarku. Avancon mbrojtësja e Polonisë. Afrohet Hamonikaj, topi për të. Gatjele Gabon me këtë top të arkuar. Doçi. Kombinime të mira të lojtarëve të Vllaznisë. Pasimi për tek Deda, arrin të shënoj golin e tretë Vllaznia. Do pjet e Teresa Dedos, por ka një pozicion të parregull, nuk vlen goli. Dhe shohim edhe një tjetër aksionin e gjatë të Vllaznisë. Shohim pasimin e dhënë nga Kartaman, a pas goditja e Dedës. Do duhet të presim për me shenjë kryesorja Eglantina Pietrushaj. Në var ndodhet Adrian Beqira, ndihmuar nga Olsion Yzeirej. Me kone nevojshme sistemi VAR për të parë më në detaje golin e shënuar nga Deda. Pozicion jashtë loje. Zëvendësim tek Vllaznia do të largohet Borçi në fushën e lojës Ndoci.
Zëvendësim tek skuadra e Vllaznisë, largohet nga fushëllues dominante Claudio Borci. Për në salutimin e shqiptirit për Veli Landoci. Edhe 2 minuta nga përfundimi i kohës së rregullt plus kohën shtesë. Kartaman pason tek Mive. Madril. Mive. Ndoci për tek Megidoci. Berisha. Faul i Ukuomës. Shojmë edhe njërë tjetër. Faulin e shkaktuar nga mbrojtësia e Apollonisë, ka mbetur vetëm tuar Berisha. Ishte Ukuoma e cila gaboi në golin e dytë pësuar. E topi kthyer pas në mënyrë fëminore u shfrytëzua nga Teresa Deda e cila shënoi në minutën e 81 golin e dytë. Tek topi Megidoci. Goditja e fort, nuk ka kuadrat. Gabon portieri Apollonisë Afi. Momentit mosojmë edhe kohë shtesë. Edhe 3 minuta të tjera loj ka përfundimin kësaj finaleje. Akordojmë 3 minuta shtesë në fundin e kësaj sfide. Shë markimin e Megidocit. E top që kalon gjithë pasyrën e mbrojtjes, vjen ndërhyrja e Katjele dhe jo sulmueses Kartaman. Topi për Kartaman. Pëllet aksioni. Berisha. Topi që shkon tek Ovusu. Hamonikaj. Topi që shkon tek Megidoci. Mbyllet më pas nga Ameja. Topi tek Megidoci. Rivelim e duar për Vllaznin. Faulli e Ovusus dhe kartoni verdh. Goditje e dënimi për Vllaznin. Fituar nga Ndoci. Tare e cila pak minuta më parë mori vendin e Claudia Borcit. Ko shumë të Arkin dhe kjo goditje me kokë që pëllon drejt për drejt në duart e për të Safi. Ndiok. Fton Njankon. E vendosur mirë Mive. Ka po në këtë pasim. Ndiok. Mbyllet aksioni nga mbrojtja shkodrane.
Hamonikaj. Pasimi fort për tek Ndjok. E arrin. Përnohet shumë. E Arkin Tokazi. Pas kjo goditje nga distanca. Dhe vjen fushëllima e fundit e kësaj finale. Vllaznia shpallet kampione e Shqipërisë pas fitores 2-0 ndaj Apolonisë në një tjetër mbrëmje që konfirmon dominimin absolut të shkodraneve në futbollin e vajzave pas golit të kapitenes Megi Doçi në minutën e 32 që zhbllokoi sfidën ishte Deda. Ajo që në minutën e 80 vullosi gjithçka me golin e sigurisë duke ndezur festën e ekipit shkodran në tribunë dhe në fushë. Titulli i 13 radhazi për vllaznin, një sukses i jashtëzakonshëm që vazhdon të shkruaj historinë. Apolonia provoi të reagojë dhe në disa momente u mundua të ndryshonte fatin e ndeshjes, por pa mundur të gjejë rrugën e rjetës përballë një vllaznie solide dhe me eksperiencë. Një pushim i shkurtër miq, linja në regjinë qendrore për tu rikthyer sërish me ceremoninë e dorëzimit të titullit kampion.